Bëj bravo. Bravo Eva, babo. Babo. Mirë mëngjesi nga Lemonitua. I laj. Tani po rri bëj shok tu. Bianca atje. Mirë mëngjesit e mirë se vini në tjetër video timen. Ju tha Mario disi në mëngjesi, mirë po ja po e filloj, ose më saktë po e vazhdoj edhe unë. Ne po bëjmë gati sepse se do dalim një xhiro. Everybody could go to my birthday. Yes. Only boys and boys? No boys. Just girls. Yeah. You want just girls in your birthday? Yes. Okay, done. Do vetëm vajza Bianca në ditëlindjen e saj. Okay, mama. Mommy, I love you. I love you, zemra ime. Mommy, yeah, I love Pra sot do ta bëj unë gjithë videon. Dakord? you. Vera do e mbash, okay? Do e bësh videon që do bëj unë, këtë do vesh. Hec. Sot jemi në Farnham. Këtu. Edhe këtu është Vera me fustanin profesional. Daddy? Can you tell me? Can you tell me? Ja, po më son tani kjo. Kjo është kisha. Tell me. What do you want? Can you tell me, Daddy? Tell me. Okay. Farnhami tani është në Sare dhe shquat kështu për bukuri. Thjesht është gjë e vjetër, po mua më pëlqen. Kjo quhet The Bush Hotel. Ndoshta ka qenë dhe shqiptare i boti. Tu është Miki. Tu është një charity shop, që Vera fles për këto gjëra. Po, që ishe? Që nga bukur ajo atje? Piktura? Po jo. Stili fritës. Do të futesh brenda. Ja, hymë në charity, se pa hyrë në charity s'bëhet. Bianca, can you say we're going on a bear? Kujdes, babi, follow mami. Ja, këtu robat e gja silos. Farnhami tani, vërtet, është vend i bukur, nuk thot njeri që nuk është vend i bukur. Po sinqerisht, do më thënë, to që kaloj makinat mes high streetit është, për mua nuk është dakord. Vera ajo vetëm e lokal grek, unë morë një Freddo Express Glico. Bianca ka marrë tortë. Bianca, can you show me what did you bought, malo papa? Chocolate cake. Well done, Bianca. Ua, i ka marrë dhe pirun, Nuk u çmend, nuk ma linte. Go, baby, go. Dolce far niente. Be, do të zoti më pafsh një herë me këtë motor aty. Marrësh përdore. Sus dhe tipi taj. O bosa, o me dake. Ja dhe Vera duke pit frappe dhakis. Po pse do vem atje? Për vazën. Për vazën? Ej, what is wrong? Kjo është mbyllë tani, po shikoni pak një pamje të bukur tu. A? Super, ama pamje më të bukur se kjo s'ka. Ua, sa të bukur, vërtet. Bëj dhe kalon me tjetër ti. Ese mami, go!
Shiko tani, Luani me delen aty. Sa bukur. Ua, prej druri më e vera. Wow, prej druri, shife. Sa të pa parë, Mami, më. you see the big E lion? këto sa i vjetër mund tjetë ky? That's Chingy, mami. No? It's Luan. Ky vendi këtu vërtet është fantastik. Nga John Lewis te brenda. Waterstones. Waterstones. Se kemi parë këto gjërat kështu të fundit. Vera tani me exhibition e saj, janë rrobat bukura. Këto çfarë janë tani? Nuk është charity, kjo është charity. It's okay, mami. You want to put it in mommy's pocket? Mami, kjo shumë këtë fundi bardh. Ha? Put it in my pocket. Shumë e bukur, po është cikë Po vera është raffle kjo të verash. Ah, është raffle. Ka thjesht kështu për charity. Po vera? Shiva një në atje laca. Kuma? Aha, për ta afroj qik. Këto dyqanet këtej janë të të mërshme, ta heqin trurin. Edhe shikojnë qëra aq të bukra, aq klasike, aq mirë. Thjesht duhet të mësojmë që të na bëjnë. E thjesht fare. Ti morë edhe kafe këtu që ti hidhje? Aha, hajde. Ikim? Na mere, mami. Qa vendi bukur, eh? Një herë. Ne erdhëm këtu për ditëlindjen e një shoqes time, edhe ishte shumë bukur, Florida dhe 100. Edhe nga që na pëlqeu, më pëlqeu mua shumë, mendova që të vinim dhe me Marion. Kemi marrë një brunch, një gjë shumë të thjeshtë, edhe kaq, presim që ato të vinë. Vendi këtu është fantastik, dhe u tregoj për pak, është vërtet super bukur. Edhe nuk e di nëse duken këto ndriçimi, dritat, gjërat, po është vërtet super bukur. Edhe atje që ka një si tip harku, nuk e di nëse dallohet si ato për altar. Edhe është vërtet bukur. I got some green. You can have both, mami. Na kanë dhënë kështu fleta vizatimi për Biancën, edhe për Evanin, se në fakt Bianca në kohën që është tani Evan, e mbante lapsin. Evan is bothering me. Evan is bothering you. Pse mo, mami? No, mami, Evan is not bothering you. Në kohën që ishte... Porosia burrit. Ama burra. Better. Kurse unë uj qez me shkreta unë. Kjo s'kriz shot, se nuk është... Hey! Nese, po thoja që kur ishte Evani, Bianca në më kohën e... Thank you, zemër. Në kohën e Evanit, qa bën më, mami? Bianca vizatonte. Do më zgaraviste, jo vizatonte. O Mari, Kusë Evani duke që të bëhet futbollist dhe traktorist. nuk më pëlqen, na. Nuk pëlqen mua kjo. I got some blue. Sindian Gjali që është tipik nga Mirdita. Kuza gocja babit vizaton? O, dhe më luti babit të be. Na ka pru goca gruja, na kanë zet gjiro. Mbas gjithë këto eksperiencave. Atë të rojtë. I trashu që ishte tek ditëlindja një shoqes time. Kënaqem, e kaluam shumë bukur. Edhe ja vlen të vinë. E, do marri lek gruja tani, do marri rrogën, edhe të thot, qa të bëjmë, thot? Hajde ditë vetë stojmë të barku. Thank you, Spiti. Faleminderit. Je shumë i sjellshëm. Të barku im, o njeri. Po ti nuk more gjë. Po si s'mora gjumë?
Se erdha këtu për të paty, sa i Bianca, where you going? Okay, mami, see the flamingo. Don't, Bobby, be careful, eh? Ja dhe turkish ashuja. Gjithë kjo gjeja tani dhe unë vera mos e pre. Gjithë kjo gjeja këtu, gjitha kuptoni. Gjithë kjo gjeja. Kjo gjeja është shumë e mirë. Edhe mu pëlqen janë shakshuke, janë këshu na tha jo qatë do një tha halumi apo suxhuki, thashu suxhuk dhe halumi. Nuk e di që është shumë djathtë kjo gjeja, vera? Shife. Bianca, look at this, mami. Shife? Pa. Që mos keni problem sot në ka gjeras gruja. Kështu që jam okej. Do t'ishte për burrin? T'ishte për burrin me ndonjë pub do të çoja. Wetherspoons. Nuk është spicy, eh? Jo, man? Babi, qapo? Manisa, thot ky. Më dolën paret. Ne tani kemi vajtur ikëm nga jo Megans. Për det jemi kënaqur shumë atje. Shumë bukur. Dekoracioni dhe ajo ishte shumë i bukur, sinqerisht. Hangëm, pim një koktejl. We're going to the big park, so I'm gonna play a seesaw. We're going to the big park with Bandelota. Edhe do ja kalojmë super. Tani Verusha do një kafe. A Do i seesaw. gjejmë. Mund bëjmë edhe pa kafe në vetë, s'ka problem. Po thjesht atje është vërtet bukur, se e pash kur edhe me e ritëm vera. E vetëm idea që sinqerisht më mërzit që ka shumë makina dhe s'ka një vend kështu që të hecësh. Ka trotuare, po janë të vogla. Po ka trotuare po janë vogla. Pas ka gjëra shumë bukura këtu. Një erdhëm këtu. Jemi farë në playground-it bie? Që nga do hapësirë. Edhe Bianca të luaj dhe ne të pim një kafe aty si puna këtit. Lodrat që janë shumë bukura këtu. Nga që janë shumë ndryshe nga ato që kemi ne atje dhe janë shumë të bukura dhe pak njerëz, nuk është se ka shumë. Edhe Bianca po kënaqet. Hajde. Go. O Maria, ajo që është ashtu si bamp aty nuk bien fëmijët aty? Hajde. Në ngjitu. Bravo. Është edhe një park tjetër aty afër nesh, që më kanë thënë ato vajzat, po duhet ta gjej. Wesley. No. Hajde mama hec. Më duket se është afër shkollës kësaj. Bravo. Hajde mami. Get in the tunnel. Yeah. Wow, Mario. Një dhe bodyguardi jonë aty. Po hipën pem Bianca? You climbing, mami? Gjithë hezete shumë, Gjeti lek, Mario. Lek nga Afrika e Jugut. Më tha Mario që unë tha do e bëj tha këtë video, tha Vera, tha okej, thashe. Nga Mario? Po gjithmonë është hyrja. No. Sa po jemi nga Tesco, zbërkuam, edhe, jo mami, we have to wash this, okay zemër? Close it. Blem këtë si fillim 1 pound. Edhe për të lartë. Jo të regoj atëre shpejt se çfarë morëm. Hape nuk e pi ndryshe. Problemi është që këto që janë tek Tesco dhe çdo vend tjetër e bëjnë shumë të vogla këto. Në që unë jam mësoj me ca të mëdha. Raspberry jam, nuk e di pse e mora, po e mora. Mora këtë pijanin për të pirë kafe, më duk shumë i lezetshëm. I thjesht gjithashtu. Edhe pash një pijan që më pëlqeu shumë tek Oliver Bonas. Edhe ishte 5 pound, sepse ishte me ulje, të tjerë pa ulje ishin duke 10-12 një pyet tillë. Që po ta mendosh nuk është dhe shtrenjtë duke menduar me vendet e tjera, se
Për mendimin tim, 10 pound një pixhan ishte shtrenjtë, po thoya për atë 5 poundshin. Një kështu për muffin, kam pasur asnjëherë, edhe Baker Secret. Mendova të marr kështu që të bëj egg muffin me vete, me gjëra, me tërshër, me vezë, me kështu. Edhe ti marr me vete dhe ta kem më të thjesht për Eva. Bianca si mora këtë shpërfik, që është super i lezetshëm, është kundra shiut, edhe është edhe me pellush nga brenda, 18 pound nga 36, gjysmë çmimi. Më thënë që drejtë më pëlqeu shumë, ka xhepa brenda, xhepa jashtë. Njësi ky unë kam dashur ta marr edhe për vete, mirë po s'u bë asnjëherë në ule ato për të më dhënë. Dhe tani që mora Biancës dhe shoh se një që është vërtet do doja të kisha edhe të merrja edhe unë një. Sepse më ideja që është që kur shkoj ta marr apo ta çoj në kopësht, edhe por ashit kem atë. Ha zemër. A kishte një video kjo zemër? Krevati? Do vi vap e madhe javën që vjen, kështu kanë thënë, dhe na kanë thënë te shkolla që të ketë një kapele. Mora ato të dyja, ishin 9 pound, pas sa atyja që më pëlqyen, ishte 12 pound një. It's okay, but still, nejse. Unë i mora këto, se Bianca e man ponytail plokët, i man bisht, edhe dal bishti që këtu dhe është okay. I mora Biancës dhe cycling shorts, stretch të shkurtra të zeza, të thjeshta që t'ia vesh poshtë fustaneve të shkollës. E mira është që kur i çojmë në shkollë, mos i lini ashtu me brekaluqe, po t'i vish një edhe kështu shorts. Unë i quaj safety shorts. Pa pe finxhan filtri? Është bosh. Në që të Bushrej. do mbush me aki. Ka pe vaj që mo. Evan? Me këtë rast e marrim vesh gjithë që të Evan? Lali qyti. Ne s'kemi qik punë. Na. Evan, babi këtu. Lali syzër, babi. Shiko këtu, hajde këtu. Evan. Hey, lali YouTube-in, hajde këtu. Evan. Gjema del mutë më O zot si ka të baluket. I ki mam qik shuti. Dhe po në të bëjnë pap me babin e pap. O bo, Mario se i bërë për të qetë. Evan. Ka babi gjema. Këto janë lojrat që bëjmë ne me kalamajt, mësojmë të fort të fuqishëm. Dashi babit. Ja ky bosi i babit këtu, edhe ja aty bosët e babit. Duke lozjer. Ka vënë Bianca kapelle. Evan. Jemi këtu te parku, që jemi ngjitur me shpinë. Sistemova në qik dhomën time lartë, në fakt jo qik, po sistemova shumë. Sistemova ca rroba të vjetra, ca rroba që do falë, ca rroba që do shes, ca rroba që do hedh. Edhe nuk e vetë nuk e kuptoj se si ka mundësi që këtë gjë e kam bërë para 2 muajsh dhe e bëra sërish. Edhe ideja është që sa herë shoh vendos që diçka unë s'do ta vesh më. Edhe o do e shes o do e hedh, nejse. Kam një punë kolosale për të bërë sepse duhet të ketë shumë gjëra për të shitur, edhe aq sa triten nuk është se e vras shumë mendjen. Ideja është që unë t'i heq nga shtëpia. Edhe kaq. E djela na kapi shumë kështu pasiv. Domethënë, jo pasiv në filmim, se kështu punë bën plot. Po, nejse. Gatova, hëngrëm, pastrova në mëngjes, dolëm xhiro, gatova, hëngrëm. Tani për darkë po mendoja që të bën diçka të lehtë sepse ne drekën e hëngrëm nga ora 2:30 ndoshta diçka e tillë. Kështu që kam bërë ca muffin, që unë nuk e bëra fare video,
Mi po tani kam në furrë dhe po fryen dhe më duken të bukura. Dje ju tregova që bleva këtë të muffins. I kam bërë me tërshër, me banane, pak qumësht, furra do pastruar e di, faleminderit. Edhe kaq basically. Po të kenë dalë të mira, radhën që vjen do ju them dhe recetën, sepse i bie që do bëj sërish. Por ndryshe s'do bëj më. Ose më saktë, do bëj deri në atë momentin që mua të ndalin të mira. Këto janë muffin që unë nxora. Edhe me thënë drejtën më duken të mirë. Mi po dojtë ras Marios të viti hajt që ta provoj. Ha zemra. You see mommy the muffins? Yep. I believe they are a bit hot, Mama, okay? You can't eat them. Of course we will eat them. We're just waiting for Daddy to try that first one. We don't want to get burned. Shpirti mamit. Hello! Dale pra ta provojmë një. Je gati? Ule fort më. Mos është nxehtë. O, vera shumë nice. Vërtet? Shumë e zeshme. Edhe vjen era banane, shumë Po nice. i ka hënë banane brenda. Ja do marr një unë. Të jap dhe djalit, edhe vajzës. Prit tash, ta bëjmë kështu. Ishin të buta? Hajshe se janë vetëm me tërshër. Shumë e mirë vera. Janë vetëm me tërshër, sidomos tërshër, vezë, banane. O, shumë e mirë. Vjen do hajde. Very nice. Vërtet shumë e shishme. Në kam hedhur një lugë mjalt për të dhënë një lloj ëmbëlsire, po nuk besoj se ka pas nevojë. Nice. Me se s'bën në video tjetër këni edhe recetën. Nëse juve i gjeni në YouTube, mjafton shkruani banana oat muffins. Edhe do dalë me se s'bën. Po. Do keni version në lavera. Në kam hedh pak fare kryp. Dhe ndihet shumë e lezetshme. I like it.